tani është shpërfaqur sheshit se këtu ka pa ndërgjegjshmëri të atyre që janë të ngarkuar me krijimin e institucioneve dhe me përfaqësimin qytetar, ka pa ndërgjegjshmëri ndaj qytetarit dhe votës së tij, dhe ka pa ndërgjegjshmëri ndaj shtetit dhe institucioneve. Pra, patriotizmi kushtetues i këtyre njerëzve është përdhe, sepse kjo mund të jetë nuk mund të jetë asgjë e mirë përveç se sabotazh ndaj shtetit. Këtu kemi të bëjmë pra me sabotim, kemi të bëjmë me degradim, kemi të bëjmë me abuzim, me mundësinë që ta jep vota qytetarit, sepse kjo pauza 48 orëshe për seancat 1 minutë, 2 minutë, është një mekanizëm imunitar që e mundëson vetë kushtetuta dhe rregulloria për të mos e konsideruar shtetin ose vendin si institucion më të lartë legislativ inekzistent. Se na institucioni nuk mund t'ju imponon vullnetin atyre që përfaqësojnë qytetarin brenda institucionit. Unë mendoj se janë ka e dëmtojnë shtetin jo vetëm në aspektin e qytetarit, por dhe në imazhin dhe prezantimin që ka nga jashtë. Të gjithë miqtë e Kosovës duhet reflektojnë nga pozita politike, ti miraton në nënshkruan, bën marrëveshje, të cilat e cenojnë integritetin territorial të vendit dhe sovranitetin politik të tij. Është kalkulim politik, brenda partijak, po koalicionit, që kalkulohet për interesat e veta. Subjektet politik janë bashkimi njerëzve që kanë interesat përbashkëta për shtetin apo për të realizuar një mision X. Kështu që jo tradhti, mirë po një pa korrektësi është në raport me zotin Haradinaj, se unë mendoj se ai vetëm do të kishte marrë 8 deri 11 ulse. Ai ka degradu sepse elektorati i tij nuk është pajtu të ndajë numrin e deputetëve me një subjekt i cili asnjëherë s'ka arrit me kalu pragun. Por ta është diktojnë kalkulimet politike, zoti Limaj është i shkath në kalkulime politike, ai njëherë ka kalkulu gabimisht, ajo ka qenë kur është ndarë nga Partia Demokratike. Përndryshe tani ka bë kalkulim të mençur dhe lufton për pozicionin e vet politik.